Mendoj që përballë një pushteti që nuk pranon dot as sharjen, as Molotovin, as protestën tani dhe kërkon një polici sa më represive, opozita ka mbetur në të njëjtën skem, si temi është bindur, është bindur në kuptimin që del aty për të bërë adetin, që e dim gjithë se cili duhet rezultati, dhe pastaj shpërndahet në shtëpi me atë dekoratën e heroit, kush mori më shumë gaz lotësjellës, kush mori më shumë ujë me piper. Në fund rezultati kush është problemi. Ne shikojmë garën e drejtorit të policisë, drejtori i ri i policisë, është në garë me parazit e tij, kush i dhunon më shumë opozitarët, kush kap ata çunat e Molotovit që i quajnë për mediat e Ramës, se i quajnë çunat e Molotovit. Dhe këtë radhën e pam se si ata çan murin e deputetëve që mbronte këta çunat e Molotovit me dhunë, ndërkohë që mund ta bëjnë edhe pa dhunë. Qartë. Se ai është grup deputetësh që duhen marrë ata që shkelin ligjin, nuk mund të themi pse i marrin. Sigurisht nëse ke prova. Por të çashin mur deputetësh duhet bërë pa dhunë. Ata e bën me dhunë. Kjo tregon që gara mes drejtorit të policisë, devotshmëria që do të tregojë drejtori i ri i policisë, i kalon kufit e ligjit. Ai nuk ka parasysh ligjin, por ka parasysh kryeministrin. Thotë, ti hoqja i çunat e Molotovit me mjetet, nuk pyet afare dhe nuk do kesh më. Dhe sot ne pam që gjykata për herë të parë kishte një dyzim për t'i liruar ata. Nuk e di si u mor vendimin, mbetën në burg një pjesë. Po, për herë të parë, për herë të parë mbetën në burg. Ose i kapën me 6 paraqiti. Po, kjo burg ishte lajmi që policia punonte në këtë mënyrë dhe rezultati ishte i tillë. Kështu i mendoj që represioni rritet i një qeveritari paranojak, i cili nuk pranon më as protesta, as kundërshti, as gjë, sepse çdo gjë e sheh si fundin e vet. Edhe për shkak të asaj që ka bërë zgjedhje, kuptohet? Dhe një opozitë e cila është e dorëzuar përpara paranojës së dhunës që ushtron ai prej paranojës. Një opozitë që nuk kërkon mjete të reja, kërkon të njëjtat mjete dhe të ketë të njëjtin rezultat, që është ky rezultati që dim. Që dalim aty dhe themi e tmerruam Edi Ramën dhe të tmerruar janë vetëm mbështetësit e opozitës që nuk dalin më. Po, bëdën. Atëherë unë po ndalem të një tok fjalësh oksimoron që lideri i opozitës Berisha përpërtor vazhdimisht. Kryengritja paqësore. Po shumë rëndësi se çfarë don opozita dhe lideri ose koncepti i kryengritjes paqësore. Do të thonë, ne nga ky tok fjalësh na kuptojmë se kjo kemi ndaj. Jo, thash për temperaturën, hajde. A është mendimi më i rëndësishëm se temperatura? Ose nuk bëhem mirë unë. Ose ndojam këtë gjendje ngritare. Dikon temperaturat e mendimi. Atëherë, kur e ke mendimin, se po se patë. Atëherë, te kryengritja paqësore duket ndonjëherë që ky tok fjalë është ideologjik. Por në të vërtetë është i menduar. I menduar duket në fakt. Jo i menduar, por kur është i menduar, atëherë e shohim si është veprimi. Nëse me kryengritje, fjala kryengritje ka në brendësinë e saj rebelimin, thyrjen, përmbyshjen e pushtetit, tensionin e vazhdueshëm e tjera, paqja ka normalisht qetësinë, rendin, mungesën e dhunës. Por nëse ti këtu i ke brenda, e ke rebelimin, por e ke edhe Molotovin. Prandaj, ky tok fjalë, kryengritja paqësore, nuk ka kuptim me këtë që shohim. Pra sy se ka armë. E arma është Molotovi. Tash, doktore ka gjetë një, po themi një këtë tok fjalësh për të arsyetuar çdo dhunë që mund të përdoret nga protestuesit. Kryengritje paqësore me ato mbrendrinë e rebelimit dhe me Molotovet mrenda. Dhe ky arsyetim i kryengritjes paqësore ka një kohë të gjatë që është mbrenda, edhe për faktin që institucionet realisht e kanë lejuar për arsyet e veta, në këtë rast policia. Ka muaj që Molotovin e ke aty dhe policia s'ka u lëmtuar asnjëherë
Po. Ndoshta ishte dashur edhe policisë ta përdorin ata. Jo, e kam një Edhe të ketë sebep apo jo? Antoni foli për dekoratën e herojt. Dekorata e herojt është viktimizimi i cili vije të antarët, shihet të antarët, jo të njeriu i zakonshëm, të antarët e Partisë Demokratike të kryesisë ose deputetët. Por për te dekorimit të herojt, Berisha e kërkon një gjë, 21 janarin me çdo kusht. Një njeri për të pa ekuilibruar ato që dikur ka ndodhur dhe për ta ndërtuar rrëfimin e ri politik. Politikisht është dorën zemër, në një farë mënyrë është hap i madh dhe kërkimi i viktimës të domosdoshme për të ndërtuar rrëfimin e politikë është jo humane. Politikisht është e arsytueshme në kuptimin, por është jo humane. Dhe kërkimi i viktimës me çdo kusht, se dekoratën e herojt e kanë marrë disa deri tash. Po. E kanë marrë. Por ende nuk e kemi viktimen që ndërton rrëfimin. E kanë marrë kryesisht ata që janë më afër Berishës. Po, normalisht. Ata dalin aty dhe Ata tjerë nuk shihen. Berisha aty rrezikohet listën e mbyllur. Po kthehemi te Por kjo që thua ti që kërkon viktimën është jo racionale sepse nuk duket sikur ka ndonjë tendencë nga policia ose nga qeveria që të ketë një dhunë të tillë të atij niveli sa të prodhojë viktimë. Po, Antoni, a din kur prodhohet viktima, po pra, kjo është e vërtet, s'ka arsye për me pas një viktim, po mos harro që viktimat ndonjëherë nuk vinë nga policia, vinë rastësisht, vinë për ndërtimin e rrëfimit e tjera. Pyetja patron është, do e trajtojmë PD-n si forcë anarkiste apo si opozitën e vendit? Policia vetë. Si duhet ta trajtojë opozitën? Me thënë drejtën. Kjo mënyrë është ta trajtojë sikur është një forcë anarkiste. Pastaj diskutojmë, është apo s'është anarkiste. Por reagimi i policisë në këtë rast është i tillë. Sikur kanë dalë një tuf anarkistësh, kanë bllokuar një pjesë qytetit dhe hajt të filmojmë. Nga dy mënyra marrin. Varet se sillet policia, pra policia është dy mënyra se si mund të trajtojë policia protestën. Mund t'i lërë ata të gjithë arsenalin e Molotovëve që kanë me vete, të kryeministria, të shkojnë te parlamenti edhe atje Molotovët dhe ato që kanë me vete, dhe t'i ikin në shtëpi me rruz brazur, pa arrestuar fare, më lë të hedhin Molotov sa duan. Jo, po tash problemi kjo. Problemi është edhe e dyta është kjo, që policia për një kryengritje, pavarësisht kush e organizon protestën, se janë gjithë barabartë. Partia kryesore e opozitës po organizon se pavarësisht kush e organizon. As sindikat, se këtu s'ka sindikata. Anton, se mos na heqin këta ky Pipera Riu ishte vërtet çfarë është Pipera Riu? Po jo, këto janë gjëra profesionale.